Programit të mëngjesit me të ftuarën e radhës ku kam kënaqësinë e nderin që me mua në studio të kem Hyrida Basha, dietologe klinike. Hyrida, mirëmëngjes, mirëserdhën në studion tonë. Brikena, mirëmëngjes, kënaqësi gjithmonë të jem në Kosovë dhe aq më shumë në studion tënde. Vërtet është kënaqësi që të kem në studio e dashur Hyrida. Pranuam që në fillim të programit të mëngjesit që do të flasim rreth asaj se si të ham shëndetshëm me buxhet të vogël, por fillimisht cili është gabimi më i madh që bëjmë me ushqyerjen fillimisht. Duke mos respektuar veten, mungesa e respektit për veten do të sjellë gabime jo vetëm në mënyrën si ushqemi, por edhe në mënyrën se si do të përshtatemi me sjelljet tona, qoftë ushqimore, qoftë edhe të tjera të rutinës së ditës. Megjithatë, një ndër tjera gabime është edhe fakti që ne mendojmë se të ushqehesh shëndetshëm kërkohet shumë para. Dhe ndoshta kjo edhe jo për fajt të njerëzve, por për fajt të ndoshta ne profesionistëve që kur dalim flasim, fillojmë të shpjegojmë që një ushqyerje e shëndetshme duhet përmbaj patjetër disa përbërës ushqimore ose disa ushqime të cilat vërtet kushtojnë shumë. Dhe në fakt nuk është kështu, sepse natyra njerëzore ose le të themi krijuesi na ka projektuar që ne të përshtatemi me zonën ku banojmë. Praktikisht, nëse unë banoj në Suedi, nuk mund të përshtatem dot me një ushqyerje të Shqipërisë. Ama nëse unë jam një shqiptare apo jetoj në një vend tjetër të mesdheut, patjetër që nuk kam pse kërkoj një ushqim që më vjen nga Skandinavia. Dhe patjetër nëse unë pretendoj të marr një ushqim si ky, logjikisht edhe do të më kushtoj. Përpos faktit a ka garanci apo siguri ushqimore ky produkt. Kështu që edhe kjo frika apo kjo mënyra e të menduarit mbi ushqimin na bën të shohim që okay, më mirë po ham diçka tjetër sesa ti futemi në një regjim ushqimor. Dhe një tjetër gabim është mënyra se si ne kemi konceptuar fjalën dietë. Pra shumica e individëve mendojnë që nëpërmjet një diete ne do të qëndrojmë pa ngrënë, por nëse ne edukojmë audiencën dhe veten tonë patjetër, fëmijët tanë që nesër janë një popullat adulte, duke i shpjeguar se shiko, në dietë ti nuk do të qëndrosh pa ngrënë, por përkundrazi, nëse krijon një regjim ushqimor të balancuar, duke respektuar nevojat energjike të trupit, për energji të trupit, duke respektuar nevojat për secilin organ për nutrient të caktuar, atëherë jo vetëm që nuk do të qëndrosh pa ngrënë, por ndoshta do të hash edhe më shumë nga ç'ke menduar. Dhe Brikena, ta them me pastërti që një pjesë e mirë e pacientëve më thonë, "O Hyrida, jam për të dobësuar, pse më ke vënë kaq shumë?" Sepse mendojnë që tani o bobo nuk do të ha asnjë gjë ose han vetëm një herë në ditë, thonë po me një herë në ditë po shëndoshem, si mundet tani të ha 5 herë dhe të dobësohem, dhe i them, po sepse ashtu sikundër, edhe i them gjithmonë, në momentin që ti je në gjumë, a flet? Sigurisht që jo. Në momentin që ti zgjohesh, fillon edhe flet. E njëjta gjë te organizmi. Në momentin që zgjohet, duhet të konsumoj ushqim, sepse thotë që po unë po të ha mëngjes, më hahet gjithë ditën. Po është normale kjo gjë, sepse ti je duke i dhënë organizmit një mesazh që është zgjuar dhe ka nevojë të punojë. Dhe puna e trupit ky është pikërisht sinjali. Ndaj, nëse ne konsumojmë një ushqim çdo 3 orë, ne nuk jemi duke bërë gabim, jemi duke plotësuar nevoja. Gabimi bëhet çfarë po vendosim përpara pjatës tonë. Pra, unë gjithmonë në Shqipëri, domethënë njihem për këtë batutën që them, varet çfarë e konsideron ti veten tënde, një kosh mbeturinash apo një kuti xhevairësh. Nëse ti e konsideron këtë të fundit, do dish dhe në pjatë të vendosësh gjërat e duhura dhe sa më shumë të ketë ngjyra një pjatë, aq më e vlefshme është për organizmin. Pra ai ylberi që shohim në qiell pas shiut, që na duket aq i bukur, ashtu duhet të jetë edhe një pjatë në mënyrë që çdo ingredient ushqimor i vendosur aty të na flas me gjuhën e vet, të cilët janë pikërisht vitaminat, mineralet, antioksidantet e kështu me radhë. Pra është dashuri, Brikena. Ushqimi është vërtet dashuri dhe kështu duhet të jetë edhe pjata që ne ofrojmë vetes. Hyrida, po përmendëm atë se mund të ushqehemi shëndetshëm pa shpenzuar shumë. Si? Patjetër, fatmirësisht ne jetojmë në një vend, pra si Kosova edhe Shqipëria janë vende të bekuara. Pra ne kemi gjithçka, na ofrohet gjithçka prej natyrës. Kemi fruta perime, kemi drithra pafund, kemi bishtajore pafund, dhe janë pikërisht këto ushqime të cilat ndoshta në një kohë më herët janë përdorur si ushqime për të varfër ose për një familje të cilat nuk kanë buxhet, por që në fakt janë pasuria më e madhe. Do të thënë më të shëndetshme dhe më ekonomike. Absolutisht. Për shembull, pasul që i thoni ose ne i themi grosh, po fasulet, thjerëzat, po ashtu perimet dhe frutat të cilat janë të stinës, nuk kemi pse në dimër të kërkojmë një produkt i cili është i sezonit të verës. Jo sepse ne sot nuk mund ta gjejmë, e mënjanojmë edhe çështjen e kostos. Por ai produkt është rritur
për këtë stin dhe normalisht që të rritet në këtë stin do duhet edhe të përballet me kushte të vështira, si kundërshtë temperatura e ulët, insektet rreth saj apo substancat kimike, dhe që ti bëj ballë të gjitha këtyre forcon në veten e saj atë që ne i quajmë antioksidant, të cilët janë ushtarët mbrojtës të ushqimit, por ja që ka një lidhje shumë të bukur ndërmjet këtyre ushtarëve mbrojtës të ushqimit që vinë edhe si ushtarët mbrojtës tanët. Kështu që përse duhet të konsumojmë një frut apo një perim i cili nuk është i dimrit, kur ne mund të marrim ato çfarë na ofron vetë shporta dimrore. Dhe duke marrë shportën dimrore, ne mund edhe të kursejmë para, sepse normalisht ushqimet që janë në stin nuk janë me çmime të larta. Veç kësaj mund të bëjmë një si të themi një mënyrë të zgjuar në familje, ku produktet e njërit sezon mund t'i ruajmë, ato zajret që zakonisht i quajmë, mund t'i ruajmë edhe për një stinë sekondare. Për shembull, në stinën e dimrit, disa produkte mund të vendosen në avull dhe me qese vakumi në ngrirje. Dhe ne i kemi dhe për në një moment të dytë. Mund të krijojmë turshit, mund të krijojmë reçelera shtëpie që ne themi jemi me dietë, nuk ham dot ëmbëlsira apo reçel. Patjetër që mundesh, nëse ti i bën në mënyrë organike në shtëpi. Ose ushqimet e stinës së verës, vera duke qenë që është më me shumë bollëk, mund të krijojmë ushqime të pjekura të vendosura në qese të vakumit apo gjysmë përgatitje të vendosura në qese të vakumit dhe absolutisht asnjë vlerë ushqimore nuk humbet. Dhe në këtë mënyrë kemi kursyer para, por ndërkohë edhe kemi ngrënë shëndetshëm. Dhe kemi kursyer edhe, po themi, kohën për të shkuar në market, sepse jeta është bërë shumë frenetike, ne nuk kemi kohë mjaftueshëm për të bërë gjithçka. Por nëse ti e ke menaxhuar kohën në këtë mënyrë, patjetër që po. Ose zakonisht përbëhen ato supat, ato kubetet me erza. Ato ne mund ta bëjmë fare mirë në shtëpi. Me perime të cilat ndoshta kanë disa ditë që janë blerë dhe nuk janë ndoshta aq shumë të freskëta për të bërë një gjell apo një në tavë. Ne mund t'i zgjejmë, mund t'i frulojmë, pra mund t'i blendojmë dhe t'i vendosim në kubat tek ato enët e akullit, duke shtuar vajin e ullirit, pak lëng limoni, erza të tjera dhe i ngrim, i vendosim me letër alumini dhe në momentin që bëjmë një supë, në cilin do moment kemi apo s'kemi kohë, atë e kemi gati super të freskët. Dhe në të njëjtën mënyrë menaxhojmë edhe blerjet, pra nuk hedhim dëm, sepse të qenurit në një regjim ushqimor nën kupton dhe vedisimi mbi blerjet. Dhe zakonisht unë jap një këshill që kur jemi të uritur mos shko të bësh pazar, sepse domosdoshmërisht ti do shkosh tek ushqime të panevojshme dhe thua për çfarë i mora unë këto. Nga se në atë moment çdo gjë të hahet. Çdo gjë të hahet dhe është edhe një truk shumë i bukur i marketeve, po të vëmre nëse futemi në market, ti nuk ke brokoli përpara. Ke ose patetina ose ushqime të cilat janë të pashëndetshme, sepse ai është një snack që ti kërkon ta shuash ato tërheqin. Po, dhe ato të tërheqin. Kështu që duhet të tregojmë pak më të zgjuar se sa menaxherët e marketeve. Po ka Yrida dhe ushqime cilat janë vërtet të shtrenjta dhe si ndoshta apo cilat janë ato që mund t'i zëvendësojmë me disa alternativa më të lira. Patjetër. Për shembull, ne shkojmë marrim salmon. Pra është një peshk shumë i shëndetshëm, realisht, por dhe shumë i shtrenjtë. Por është i shëndetshëm, por për ata persona të cilët janë në atë vend ku detet e atij vendi e ofrojnë. Për shembull, në Norvegjinë, Suedinë, në Irlandë e tjerë, salmoni nuk është i shtrenjtë sepse është i vendit. Por kur unë jam në Kosovë, pse duhet kërkoj salmon kur mund të ha troftën? Nëse unë jam në Shqipëri, pse duhet kërkoj salmon kur mund të ha një merluc, një levrek apo sardele, açuge, të cilat janë peshq vërtet të vegjël, por që ofrojnë vlera shumë të mëdha. Dhe kjo është një mënyrë për ta zëvendësuar. Shkoj marrim avokadon, patjetër është shumë e shëndetshme, ka vlera pafund, është një yndyrne e mirë, na ndihmon për gjithçka, por ne mund të konsumojmë vajin e ullirit, ullirin. Kështu që këto janë mënyra që ne zëvendësojmë ushqime të shtrenjta, por ekuivalentore lidhur me vlerat ushqimore. Apo shkojmë të konsumojmë krekërsa integral që ne i marrim në markete, bukë të thekura. Pse? Kur ne mund ta bëjmë vetë me një miell që është i vendit, që patjetër mund të jetë shumë i freskët, se duam apo nuk duam, ne kemi afër vetes të afërm që jetojnë në zona rurale dhe na mundësojnë furnizimin me ushqime dhe produkte të freskëta. Dhe këto janë mënyra shumë të mira për të ngrënë shëndetshëm, por nga ana tjetër dhe për të kursyer para. Sigurisht nuk jam duke thënë këtu në mënyrë kategorike të mos konsumojmë ndonjërin prej tyre, por të jetë rrallë. Pra, të përpiqemi që këto ushqime të cilat, ndoshta janë në shijen tonë, por jo shijes e xhepit tonë, mund t'i marrim rrallë sa për të kënaqur veten, se në fundit njeriu është një qenie e cila do duhet të përshtatet me jetë sociale, me gjithçka tjetër dhe duhet i provojë pse jo të gjitha. Si të bëjmë mëngjesin apo një mëngjes të shëndetshëm dhe të lirë? Fare thjesht, trahana.
Trahanaja është një trahan, apo, gaboj me theksin, është një ushqim vërtet i lashtë në tradit, por që është një ndër ushqimet më të mira për organizmin. Është një ferment shumë i mirë dhe ti ke mundësin të ashtosh me çfarë të duash. Ndoshta me bukën e grurit integral, ndoshta me bukën e misrit, me pak tërshër, me fara që mund të shtosh dhe mund ta bësh atë shumë të shëndetshme. Një pak gjalp fshati që asnjëherë nuk është gabim, sepse dhe këto informacione mos hani gjalpin janë bërë pak të zhurmshme dhe njerëzit kanë filluar të kenë frikë të konsumojnë ushqim dhe që në momentin që ne ofrojmë frikë për konsum të ushqimit ne kemi dëmtuar popullatën, nuk i kemi dhënë këshilla. Apo ndoshta vajin e ullirit për dikoj që nuk e pëlqen, por mund të jetë edhe pak bukë me kos, edhe ndonjë frut stinor, por mund të jetë edhe një vezë e cila mund të jetë në formën e omletës, e zjerë, në cilën do formë. Mund të jetë një fet buk ndoshta me pak vaj ulliri, me pak gjizë, me pak djath, pra një receli shtëpisë që e kemi bërë për të menaxhuar ushqimet. Pra gjithçka është e mundur nëse ne vërtet do duam ta bëjmë. Por çfarë bëjmë? Ne përtojmë se themi dhe 5 minuta i gjum, edhe bura të ham një croissant apo diçka tjetër që nuk është fare e shëndetshme. Kështu që unë mendoj që njeriu nëse vendos të bëjë një sjellje të mirë kundrejt vetes, e bën. Nëse nuk do ta gjej patjetër një justifikim dhe si është e shpreha, nëse duam të bëjmë një të mirë, e gjejmë gjithmonë një mënyrë. Nëse duam të bëjmë një të keqe, gjithmonë gjejmë një justifikim. Edhe të njëjtën gjë është edhe që folëm para pak bashkë që gjën më të keqe që i bën njeriu është vetvetje, pra është armiku më i madh. Shumë e vërtet. Po për një drekë ekonomike, t'ju ndihmojmë sot dhe teleshikuesave, po dhe vetës ime të ditë sot një drekë ekonomike. Po, dreka e rëndësishme është që secili vak të përmbajë të 3 makronutrientët. Kush janë këto 3 makronutrientët? Është yndyrna, karbohidrati dhe proteina. Ose nëse i marrim në radhën që trupi shpërmbashkon këto të 3 është karbohidrat, protein dhe yndyrnë. Dhe kur flasim për karbohidrat, sigurisht nuk jemi duke thënë një makaron të bardhë, por jemi duke thënë një oriz integral, por jemi duke thënë një makaron integral, bollgur, kuskus, quinoa, të cilat ndoshta mund të duken si të shtrenjta si produkte, por sasia që ti vendos në pjatë është minimaliste nëse ti di ta kombinosh, por mund të jetë një supë shumë e mirë, pra një supë me perime, një supë krem pule, një supë peshku ndoshta, një supë krem bishtajash, ka mundësi pafund gjella me bizele, gjella me fasule, patate dhe perime të tjera, pra që ti mund ta miksosh. Dhe patjetër, nëse kemi siguruar një karbohidrat të burimeve që unë përmenda, vendosim një protein që mund të jetë peshku, që mund të jetë mishi i pulës, mund të jetë mishi i viçit, mund të jetë patjetër edhe djathi apo një bulmet që përsëri na ofrojnë burim të proteinave, dhe pa diskutim, edhe nëse neve nuk duam të shtojmë mishin atë ditë, mund të bëjmë një kombinim tjetër të zgjuar ndërmjet një bishtaje dhe një drithi. Për shembull, ne si tradit kemi fasule me oriz, me pilaf. Ky është një kombinim që ndoshta ka ardhur nga nevoja më parë. Por, në fakt, në vlera ushqyese është një thesar, sepse ato aminoacide që janë tullat ndërtuese të një proteine e cila na ndërton muskujt dhe jo vetëm, janë 9 esencial dhe 11 jo esencial. Në fakt, bimët kanë një varfëri, pra u mungon njëri prej këtyre 9 esencialve. Por nëse ne bëjmë të kombinimin ndërmjet një drithi dhe një bishtaje, pra bishtaje në këtë rast kemi fasulen dhe drith kemi orizin, atëherë këto aminoacide që mungojnë të njëra plotësohen të tjetra duke na ofruar një protein të barazvlefshme me atë shtazore. Kështu që kjo as nuk kushton dhe nuk kushton as para as kohë. Dhe ja ku bën një drekë e shëndetshme dhe pastaj darka patjetër duhet bashkëshoqëruar me një sallatë. Dhe kur më pyesin çfarë sallate, unë them hape frigoriferin, çfarë ka mbetur ngjyra, vendosin në një pjatë, po mund të shtojnë ndonjë frut aror të grirë, pra ndonjë arba me çmera që janë shumë të rëndësishme edhe këto. Dhe ja ku bën një drekë shumë e mirë për gjithë familjen dhe shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme. Darka pastaj patjetër duhet të jetë pak më e lehtë, duhet të jetë në një orar minimalisht ose le të themi relativisht të kufizuar, pra mirë është të mos kaloj ora 19, ora 7 e pasdites, në mënyrë që energjia që i duhet trupit të mos shkoj për tretje, sepse trupi është duke u përgatitur në atë kohë për gjumin, dhe nuk është mirë që ne metabolizmin ta pengojmë ose le të themi ta stresojmë për të dhënë energji sistemit tretës. Dhe këtu mund të jetë, nëse nuk e kemi ngrënë në drekë supën, le të jetë tani një supë, le të jetë një sallatë
me gjethe gjelbërt, duke shtuar edhe ndonjë dridh të tipit kinoa që është konsumimi në një salat, apo pak kuskus që përsëri edhe ky nuk kushton shumë për sasinë që duhet të përdorim, e kështu me radhë. Por praktikisht regjimi ushqimor nuk eliminon absolutisht asnjë gjë nga gjitha ushqimet që ne duam, por kufizon patjetër ose mirë është të shmangin ushqimet të cilat nuk janë në benefitin ton. Ushqimet të cilat nuk i prodhon toka, por industria. Në momentin që i prodhon industria, mirë është mos futen në pjatën tonë. Sa do ishte mirë? Sa të mundemi, çdo ndryshim i vogël bën një zgjidhje të madhe nesër. Pra, hapa të vegjël. Ne nuk e bëjmë 1 kilometër me një hap, e bëjmë duke filluar nga një hap. Hap pas hapi. Po, si ta motivojmë veten që të ham mirë? Ja, këtu po e fus në këtë grup dhe veten time që nuk jam duke u kujdesur dhe marr shumë kritika duke filluar nga nëna ime që por si, çfarë të bëj? Unë mendoj që regjimi ushqimor nuk ka të bëjë me motivimin, sesa ka të bëjë me disiplinën. Pra, unë mund të kem motivim sot, nesër më humbet. Ama nëse i ka vënë motivimi, po dyti hapi, dytë disiplina. Disiplina dhe mbi të gjitha, pra nëse këto janë njëshi dhe dyshi, ka një njësh tjetër që është të folurit me veten. Pra në momentin që ti del në pasqyrë, përballesh me veten tënde. Shumica e njerëzve të cilët janë mbi peshë nuk dalin në pasqyrë ose nuk peshohen. Janë duke ju shmangur vetes. Nuk mundet dot të ndryshosh diçka të cilën je duke e shmangur. Marrim një shembull, po themi shumë të thjeshtë që ndoshta nuk lidhet drejt për drejt me ushqimin, por që lidhet me konceptin. Unë tani nuk e di në ç'mënyrë i kanë flokët. Dhe nuk kam si ti rregulloj. Bukur shumë. Por nëse unë dal në pasqyrë dhe shoh, e kuptoj ku duhet ta ndryshoj. E njëjta gjë edhe me vetveten. Nëse unë dal në pasqyrë, po jo thjesht për të parë si jam veshur, për të parë vërtet ku jam, së pari duhet të them faleminderit që jam, sa bukur jam, ama këtë duhet ta ndryshoj. Pra ne duhet ta duam veten ashtu siç jemi, por ta përmirësojmë. Duke e përmirësuar ne sjellim edhe shëndetin. Dhe gabimi që bëjmë kryesisht është futemi direkt në ekstreme, nga një jetë sedentare, me një regjim ushqimor të pabalancuar, ne fillojmë direkt dietën, direkt në palestër. Jemi të prirur për këto ekstreme. Dhe pastaj dorëzohemi, sepse trupi pavarësisht se është duke u futur në një regjim të ri të shëndetshëm, është duke përjetuar në formën e stresit, se je duke nxjerr nga rutina e përditshme. Kështu që gradualisht, njëherë fillojmë ndryshimin, për shembull, piva sot një gotë ujë më shumë nga që kam pirë dje. Zëvendësova sot kafen pa sheqer me gjysmë sheqer. Zëvendësova sot një ëmbëlsirë me diçka të bërë në shtëpi. Zëvendësova sot po themi mishin e skuqur ose patatet e skuqura me diçka të zjerë. Pra këto janë ndryshime të vogla derisa ti të fitosh një edukim ushqimor. Dhe kështu kjo është e qëndrueshme. Kurse ti bën diçka me vrull, kemi dhe një shprehje në Shqipëri themi e nisi me vrull dhe mbeti në udh. Që do të thotë mbeti askund. Po, pra mbeti askund sepse u mor pa një qëllim, u mor i stimuluar nga thënjet e mamit të tjerëve. Dhe ajo çfarë bën gabim tjetër është krahasimi. Ne jetojmë në botë digjitale. Po, është dhe si mesazh. Jemi në një botë digjitale. Nuk mundet do të krahasohemi yrita me brikenë, brikena me yritën e tjerë. Secili nga ne ka një unicitet, pra unë jam unike, ti je unike, gjithçka tjetër është unike dhe nuk mund të krahasohemi. Ndaj, ato që shohim në rrjetet sociale, jo domosdoshmërisht është jeta reale. Rita, falenderoj shumë që gjetë. Po dhe këtë mëngjes, dhe të presim sërish në studio, kem nevojë shumë kënaqësi. Shumë për shumë këshilla. Faleminderit. Pritem bana punën tuaj. Gjithashtu. Dashur miq, do të shohim intervistën me të ftuarën që kishim, pra Rita Basha, dietologe klinike, vazhdojmë tutje edhe në programin e mëngjesit.